Për herë të parë Shqipëria pritet të ketë një legjislacion të posaçëm që rregullon lobimin praktik, që deri më sot nuk ka pasur rregulla të qarta. Projekt ligji i hedhur për konsultim publik nga Këshilli i Ministrave përcakton mënyrën se si mund të ushtrohet lobimi pranë institucioneve shtetërore, duke vendosur një regjistër të posaçëm për lobistët, i cili do të administrohet nga Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjes së të dhënave personale. Ky institucion do të monitorojë, verifikojë dhe publikojë të dhëna mbi lobistët dhe aktivitetet e tyre. Sipas ligjit, lobimi mund të ushtrohet vetëm nga persona fizik ose juridik të regjistruar dhe ndalohet format e ndikimit palishëm ose korruptiv. Personat e dënuar për korrupsion, pastrim parash apo vepra të tjera të rënda penale nuk mund të ushtrojnë lobim për 5 vite pas përfundimit të dënimit, ndërsa ish zyrtar të lartë publik, përfshirë ministra dhe deputet, nuk mund të angazhohen në lobime për 2 vjet pas përfundimit të mandatit të tyre. Projekt ligji ndalon gjithashtu lobimin për interesat të shteteve të huaja që bien ndesh me interesat kombëtare. Çdo marrëdhënie lobimi duhet të formalizohet me kontratë të shkruar dhe të regjistrohet brenda 15 ditëve në sistemin elektronik. Megjithatë, kopjet e kontratave nuk mund të publikohen, duke përfshirë periudhën dhe shpërblimin e marrë. Ligji synon gjithashtu të parandalojë konfliktet e interesit, duke ndaluar lobimin në rast se lobisti ose të afërmit e tij kanë interesa të drejtpërdrejta në çështjet e rrobuara. Lobistët kanë detyrim të bëjnë publik qëllimin e lobimit dhe subjektin për llogaritës së cilës veprojnë, të mos përdorin forma ndikimi të palishme, të mbajnë dokumentacion të aktiviteteve për 5 vite dhe të raportojnë çdo 6 muaj burimet financiare dhe shumat e shpenzuara. Mos respektimi i rregullave parashikon gjoba deri në 5.000 euro ose ndalimin e aktivitetit në deri 3 vite.